Jemi live në Klan Kuqezi, do doja me njëherë që të kisha Ervin Bulku tani, sepse ai do të shkojë për përgatitur skuadrën. Përshëndetje Ervin Bulku. Mbrëma. Përshëndes edhe opinionistin më të ri të Klan Kuqezi, Fatbar Dhiera. Sigurisht Bulku, kjo është ndeshje shumë e rëndësishme, pas formacionin, mund ta shohim edhe së bashku dhe me ata që na ndjekin në Klan Kuqezi në këto momente. Luan Strakosha, luan në mbrojtje Hysaj me Mita nga krahët, Beratxhi Mshiti dhe Ajeti, nuk lëviz mes fusha me Sheu, Aslani dhe Laçi. Broja, Manaj dhe Hoxha është zgjedhja i vetmi ndryshim krahasuar me ndeshjen me Serbi, nuk është Uzuni, por është Hoxha. Një koment dua, pse është një lloj arsye? Ja, mendoj është zgjedhja e trajnerit, mendoj siç kam thënë gjithmonë, të gjithë lojtarët tonë janë të rëndësishëm. Jo, patjetër. Nuk ka rëndësi se kush është nga minuta parë. Duhet të kuptoj diçka më taktikisht. Unë do të thoja që edhe për njerëzit që na ndjekin, sepse mendoj që për ne është e rëndësishme marrim 3 pikët, nuk ka rëndësi se kush fillon nga minuta parë. E kisha në sensin që duke qenë se Hoxha po kalon një periudhë mirë, por është më tepër për formën apo është për kualitetin që ai ka, duke qenë se mund të jetë një lojë e mbyllur dhe arsye individuale mund të jenë deri diku të rëndësishme. Karakteristika të ndryshme. Hoxha është një lojtar që një kundra një është lojtar shumë i rrezikshëm, Uzuni është një lojtar që vertikalizon dhe futet më shumë në zonë. Kjo ishte një zgjedhje e trajnerit, duke parë edhe kundërshtarin që kemi përballë. Peço. Jo, unë mendoj Bulku nuk diskutohet. Kemi diskutim, trajneri kombëtar nuk është na thotë se çfarë është diskutuar dhe çfarë është bërë për zgjedhjen e formacionit, por mendoj, ky është mendimi im, sot luajmë ndeshje për fituar kundër Andorrës patjetër. Ndeshja në Serbi është një ndeshje karakteristik tjetër, tregon pak a shumë mentalitetin e trajnerit në këto momente. Ndeshja me Serbi ndoshta duhet të mbrojë më mirë. Uzuni është lojtar që mbron, garanton më tepër në krah për mbrojtje, garanton më tepër nga ana kuantitative për të vrapuar, ndërsa sot edhe më të parë duhet të kujtojmë një gjë që Hoxha bëri një paraqitje shumë të mirë kundra Jordanisë, bëri një gol shumë të bukur, por gjithashtu dhe aksionoi shumë sulmuese nga krahu i majt që ishin shumë të rrezikshme dhe mendoj për këtë arsye ai sot luan në formacion për të pasur një armë më tepër në krahun e majt për të shënuar golin që nuk diskutohet do na vlej për të fituar ndeshjen. Po pra në radhë parë sepse në fitoren e fundit ka qenë trajner zotëria që e kemi këtu, kështu që 0-3. Edhe ishte një kënaqësi që mundësisht një të ardhmet mund të jetë edhe përsëri një trajner i të ardhmes kombëtare, sepse me të vërtetë është një djalë punëtor, një djalë i përkushtuar për sportin dhe i uroj suksese. Edhe kontribut edhe si lojtar. Edhe si lojtar kontributi i jashtëzakonshëm. Besoj për gjithë fjalët e mia, po mendoj që sot është e rëndësishme të fitojmë ndeshjen. Bulku, tani skuadrat kanë ndryshuar. Unë dje kur u takuam në konferencë përshtypje Silvion i thash morën një këshill nga Bulku se si fitohet 3-0 në Andorra. Keni diskutuar për atë fitore? Ne diskutojmë gjithmonë, nuk mendoj që nuk diskutojmë për gjithçka, por siç e thash, është shumë e rëndësishme kjo ndeshje për të gjithë ne bashkë që ta fitojmë patjetër. Kush është një pikë fort që ka Andorra? Ajo që keni studiuar ju? Një individ apo duke parë që skuadra Andorra është një skuadër që mbrohet shumë mirë. Sot nuk ka skuadra të lehta. Peço e di edhe më mirë sepse është trajner dhe profesor Bardi, por ato nëse ne mund t'i japim mundësi, ne do t'i japim mundësi që të kemi goditje standarde në asnjë moment dhe duhet të jemi të vëmendshëm në ekuilibër, siç kam thënë edhe për ndeshjen Tiranë, duhet të jemi për 90 minuta në ekuilibër, mos t'i japim asnjë mundësi kundërshtarit që të na kapë kundërshtat. Po fakti ka treguar që me këto skuadrat e vogla ne kemi gjithmonë probleme. Domethënë, ku keni punuar në këtë aspekt për ta ndryshuar pak të sjellje? Mendoj Balvani ndryshon konteksti komplet. Prandaj nëse sot, nëse sot është një ndeshje që duhet fituar. Nuk ka rëndësi fare se është Andorra, Liechtensteini, Luksemburgu apo Polonia, Hungaria, nuk ka rëndësi. Sot ndeshja duhet fituar. Nuk mendoj se sot ka asnjë lloj nënpletësim nga ekipi jon kombëtar, sepse nëse analizoj një ndeshje të tillë, një ekip që ndjen fanellën, që luan me lojtarë që e ndjen shumë fanellën dhe që kanë dhe detyrime të tjera në ekipin kombëtar, mendoj që nuk diskutohet absolutisht fare që sot mund të vlerësojmë ndeshjen. Jam shumë i sigurt që nga ana agonistike kemi bërë një ndeshje gjithkohë, siç ka mësuar Silvio, ndeshje e fundit, ndeshje fort. Mendoj se kjo ndeshje duhet fituar me Deumos për faktin se edhe në historinë e futbollit, paktën raport me Andorrën, në 6 ndeshje oficiale janë fituar 5 nga ne dhe një barazim, kështu që por gjithsesi jemi them nga ana profesionale, nga ana e cilësisë lojtarëve jemi shumë më lart se sa ato dhe praktikisht duhet me Deumos ta fitojmë këtë ndeshje jo për arsyen e play-offit, por për arsye e cilësive të lojtarëve që kemi sot sepse nëse
para pak kosh, neve kemi pas 11 lojtarë që kemi fut në formacion, një në bas, kemi pas dhe 2 ndofta lojtarë në rezervë që ishin të denjë për atë punë. Nërsa sot mendoj se kemi 18 lojtarë të cilët mund t'i ndrosh kokë në kokë dhe nuk ke asnjë lloj diferencë. Unë e fundit me Bulkun që duhet vazhdoj punën e tij. Bulku, ndoshta do të diskutoj me Arjanin. A është kjo ndeshje ku Broja mund ndodhet pak në vështirësi, sidomos me këto skuadra që mbyllen, sepse Broja është lojtar që ka nevojë për hapësirë. Keni analizuar këtë pjesë edhe çfarë detyrash mund të ketë Broja sot? Ne e dim gjithë që Broja ka cilësi të jashtëzakonshme, siç ka bërë në Tiranë, shpresojmë të bëjë edhe sot dhe ajo është ajo që ne kërkojmë nga Broja. Suportoj kundërshtarin me cilësinë që ka, me shpejtësinë që ka. Ne filloni ndeshjet me Jordanin. Me ndeshjet me Jordanin, po edhe ndeshjet me Andorën në shtëpi. Jo, po them për ndeshjet me që kundërshtar që presin dhe rrin pak më poshtë. Sepse pyetja e Albanit ishte kundërshtar që presin poshtë dhe kundërshtar ka më shumë hapësirë nëse është një kundërshtar më i fortë se Andorra. Faleminderit Ervin Bulku, punë të mbar.